Një vit pas vrasjes së Martin Canit, Shqipëria që lejon fëmijët të vrasin dhe drejtësinë të flejë. Një vit më parë, në ambientet e shkollës Fanoli në Tiranë, u vra Martin Cani. Një djalë i mitur, një jetë e njom që u shua në korridorin e një institucioni që duhet të ishte simboli sigurisë dhe edukimit. U vra nga bashkëmoshatari i tij me thik, brenda një shkolle publike në kryeqytet, në mes të ditës. Një vit më pas, agresori është ende i padënuar. Dosja ende. Gjykata zvarritet. Prokuroria hesht. Shteti i hedh fajet në ajër dhe pret që koha të fshijë kujtesën. Por koha nuk i fshin viktimat. Koha vetëm i shumëzon. Në 12 muaj që pasuan vrasjen e Martin Canit, Shqipëria ka parë një val të frikshme dhune mes të miturve. 10 raste të fëmijëve të sulmuar me thik nga bashkëmoshatarët. Një 16 vjeçar në Malish u vra me thik nga shoku i klasës. Të tjerë u plagosën në rrugë, në shkolla, në lagje. Vetëm dje, në Durrës, një tjetër minoren përfundoi në sallën e operacionit. Sërish nga një thik, sërish nga një bashkëmoshatar, sërish në një realitet ku dhuna është bërë automatikisht mjet i zgjidhjes. Po të ishin ngjarje të izoluara, do të flisnim për fatkeqësi. Por kur ngjarjet ripërsëriten si ritëm i një shteti të kalbur, nuk kemi fatkeqësi, kemi dështim sistemik. Vrasja e Martin Canit duhet të ishte alarmi kombëtar. U shndërrua në një dosje të arkivuar. Kujtojeni ditën e ngjarjes. Panik, deklarata, premtime për drejtësi. Një vit më pas, drejtësia as nuk ka trokitur te dera e familjes Cani. Dhe këtu fillon krimi i dytë, ai institucional. Agresori është ende pa dënim. Drejtësia shqiptare nuk dha një vendim të shpejt, nuk dha një mesazh të fortë, nuk dha as një paralajmërim minimal për shoqërinë. Kush vret dënohet. Kush vret e paguan jetën. Po ta kishte dhënë këtë mesazh Qartazi, sot shumë prindër nuk do të rrinin mbi fëmijët e tyre të plagosur me thik. Sot shumë familje nuk do të rrëzoheshin në ankth për fëmijët që shkojnë në shkollë, një institucion që është shndërruar në arenë. Sot shumë të mitur do të ishin të gjallë. Shteti, Ministria e Arsimit dhe shkolla janë njësoj përgjegjës sa agresorët. Në çdo vend normal, shkolla është vendi ku fëmijët mësojnë të rriten. Në Shqipëri, shkolla është bërë vendi ku fëmijët mësojnë të mbjetojnë. Dhe kur flasim për përgjegjësi, ajo nuk është vetëm mbi dorën që mbante thikën. Është mbi Ministrinë e Arsimit, e cila nuk ka ngritur asnjë protokoll efektiv sigurie. Drejtoritë arsimore që mbyllin sytë dhe firmosin raporte boshe. Shkollat, të cilat sillen sikur dhuna mes fëmijëve është faza e moshës. Mësuesit që e kanë harruar se roli i tyre nuk është vetëm libror, por edhe mbrojtës. Policinë që shfaqet vetëm kur ngjarja ka shpërthyer, dhe jo kur dhuna është në formë paralajmërimi. Gjykatës dhe prokurorëve, të cilët po zvarrisin rastin e Martin Canit, si të ishte thjesht një konflikt fëmijësh. Dhe pikërisht ky është problemi. Shqipëria ka filluar të trajtojë vrasjet e të miturve si konflikte fëmijësh. Ky është shkatërimi i fundit moral i një shteti, kur edhe jeta e fëmijëve relativizohet. Shteti shqiptar po rrit një brez me thik në xhep. Kjo nuk është metaforë. Kjo është statistik dhe është realitet. Dhuna mes të rinjve ka shpërthyer sepse askush nuk u ka treguar se cilat janë kufit. Kur një vrasës minore nuk dënohet, mesazhi që përcillet është fatal. Në Shqipëri mund të vrasësh dhe të dalësh nga dera e pasme. Kështu rriten agresorët. Kështu rriten viktimat. Kështu rritet dhuna. Kështu vdes një shoqëri. Ministria e Arsimit duhet quar në gjykatën e Strasburgut. Nëse drejtësia shqiptare nuk arrin të japë dënime, atëherë është koha që prindërit, familjarët dhe shoqëria civile të shkojnë më lart. Pse? Sepse Ministria e Arsimit ka dështuar të garantojë sigurinë në shkolla, ka dështuar të mbrojë fëmijët, ka dështuar të zbatojë standardet e detyrueshme të BE-s për mbrojtjen e të miturve, ka dështuar të monitorojë stafin arsimor, ka dështuar të vendosë kontrolle e të ndërhyjë në rastet problematike. Dhe kur një institucion dështon në detyrën e tij bazike, mbrojtjen e jetëve, atëherë ai duhet trajtuar si bashkëpërgjegjës. Sa viktima duhen që Shqipëria të zgjohet? Sa martin duhen? Sa adoleshent të gjakosur? Sa prindër që qajnë? Sa fëmijë që shkojnë në shkollë me frikë? Deri kur do të lejojmë që korridoret e shkollave tona të kthehen në skena krimi? Deri kur do të pranojmë që fëmijët tanë të ecin në përarsim të pasigurt, të pambrojtur, të pamenagjuar? Kjo nuk është më thjesht çështje sigurie. Kjo është çështje mbijetese kombëtare. Drejtësi tani, jo për nesër, jo për 5 vite. Familja e Martin Canit pret drejtësi.
por nuk është vetëm ajo. Pret çdo prind që dërgon fëmijën në shkollë. Pret çdo fëmijë që ka frikë të marrë frymë lirshëm. Pret çdo qytetar që nuk pranon të normalizojë dhunën. Zvarritja e këtij rasti është turpi më i madh i drejtësisë shqiptare. Dhe çdo ditë që kalon, ky turp vret nga pak. Ky nuk është thjesht artikull. Ky është thirrje. Ose Shqipëria zgjohet tani, ose vitin që vjen do të shkruajmë një tjetër emër, një tjetër datë, një tjetër tragjedi. Dhe nëse nuk veprojmë sot, atëherë do të jemi bashkëfajtor për çdo martin të ardhshëm.